Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat me disa finesa të vogla për mirësimit të propozuara nga Komisioni Venecias është duke u përgatitur nga qeveria para se të dorëzohet në kuvend në vitin 2026. Por në pyetjet e deputetëve në të njëjtën e fundit të vitit u bë temë diskutimi mes pushtetit dhe opozitës. Deputetja e BDI-s Rina Ajdari i drejtoi pyetje kryeministrit se pse e hoqi balancuesin që në ditët e para të qeverisjes. Se balansuesi ishte therr në sy për të gjithë shumicën parlamentare dhe keni hequr që nga fillimi i punës tuaj në ekzekutiv. Si mund të hiqet aq lehtë një element që ka garantuar përfaqësim të drejtë në punësimet e qytetarëve? Dhe mendoni të jeni, pra të perceptoheni si i barabartë në sytë e qytetarëve duke propozuar ligje të tilla ose duke mbështetur ligje të tilla, sepse për fat të keq ka shumë kontradikta e paqartësi në këtë çështje kaq të ndjeshme për qytetarët, por edhe shqetësuese njëkohësisht. Kryeministri Hrisjan Mickovski u përgjigj duke thënë se qytetarët duhet ta dinë të vërtetën, se qeveria e BDI-s dhe LSDM-s rekomandoi heqjen e balancuesit dhe për këtë BDI detyrohet për kërkim falje para së gjithas qytetarëve shqiptar. Mickovski tha se ligji për përfaqësim të drejtë i hartuar nga kjo qeveri po zbatohet sipas metodologjisë për antarësim në Bashkimin Evropian. Наистина е това, що кажете около балансират? Защо? Zato što вашата влада, во која што вие бевте дел, во која што прв вице-премиер беше Артан Груби, во која што ДУИ беше силен коалиционен партнер, донесе одлука да се избрише балансерот како алатка, бидејќи го надминал своето време. И второ, Уставниот суд, во кој што денеска седат суди, избрани од претходното мнозинство на ДУИ и СДСМ, донесе одлука каква што донесе, која што вие ја коментирате, и невистинито кажувате дека на говорницата дека тоа било одлука на оваа влада. Тоа не е точно. Propozim ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në fillim të dhjetorit mori mendim pozitiv nga Komisioni Venecias, si ligj që nuk bie në kundërshtim me kushtetutën e vendit, por ende nuk dihet se kur do të dorëzohet në kuvend që të hyjë në procedurë. Ky draft i hartuar nga qeveria është zëvendësimi i balancuesit, i cili për më shumë se 2 dekada shërbeu si metodë për përzgjedhjen e të punësuarve në administratën publike në bazë të përkatësisë etnike. Kjo shumë herë u ke shpërdor nga aplikuesit për të zënë punë në institucionet publike të cilat deklaronin përkatësi të rreme etnike.